reaguar shqiptarët kanë reaguar me dhunë dhe kur kanë reaguar me dhunë nuk kanë pasur mbështetje nga asnjë faktor politik në Maqedoni dhe sot kemi shqiptar të dënuar me gjygje falso, të dënuar me gjygje të sajuara që vazhdojnë të mbajnë burgje të gjata në Maqedoni dhe nuk ka pasur ndërhyrje as nga ana juaj kur ishit në pushtet, as nga ana këtyre që kanë ardhur. Kemi me qindra raste në Maqedoni dhe nuk është bërë asnjë ndërhyrje, kurse për sa i përket shtetit shqiptar, qeveria shqiptare e ka obligim kushtetues të ndërhyjë për të drejtat kombëtare të shqiptarëve. Nuk ka ndërhyrë. Ardhja asaj ministres ishte personale, një vizitë personale, një falje personale. Duhet qeveria me deklarat zyrtare të ndërhyjë sepse ka kushtetuese këtë obligim. Nuk ka folur në asnjë moment, as për shqiptarët në Maqedoni, as për shqiptarët në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovc. I ka abandonuar totalisht për interesat të slavëve në Ballkan. Ambasador, se jam në fund, duhet ta mbyllë. Kjo strategji e forcon apo do e dëmtoj Albin Kurtin të paktën në Kosovë? Politikisht. Ajo që të rejtë përmëndën është ne kemi gati 2 orë që diskutojmë dhe nuk e kemi përmëndur asë njëherë të tokë fjallësin Bashkimi Evropian, që do të thotë sa largë jemi asaj gjës që na ka qenë, si thuash, fuqia transformuese e rajonit në drejtim të demokracisë, drejtat e njeriut, ekonomisë të rregull dhe me radhë. Fakti që ne nuk e përmendim do të thotë që influenca e Bashkimit Evropian sa vjen edhe është më e dobët. Dhe ajo që i intereson këtyre që janë pushtet sot në Maqedoni është që të shmangin vëmendjen nga problemi kryesor që ata kanë. Problemi i Maqedonisë, i Republikës Maqedonisë Veriut, për të qenë korrekt, është Bullgaria. Shqiptarët janë ata faktori që e kanë mbajtur dhe do ta mbajë gjallë Maqedoninë si shtet, sepse është në interesin e të gjithë rajonit që ai shtet të ekzistojë. Jo, s'është në interes në rajonit, është vetëm në interes në sllafëve të Maqedonisë. Në interesin tonë si shqiptar, s'është interes të ekzistojë Maqedonia. Në interesin tonë është sepse kush interesi jonë si shqiptar që Maqedonia të ekzistojë? Është shumë i madh. Fare. Është shumë i madh. S'ka asnjë interes. Është shumë i madh. Prodhon destabilizim, ne flasim për një komunë zveçantë në veri Kosovës. Je më i stabilizuar po të bashkohen trojet shqiptare se sa po të jenë në duar të sllafëve si Mickovski. Sot është një Mickovs, nesër do vijë një Mickovs tjetër, siç ka pasur Mickovs të tjerë që kanë shfrytzuar. Okej, nuk them se nuk ke të drejtë, po unë mendoj ndryshe. Dakord, në mendime po jap. Unë i them që nuk ka të drejtë. Unë i them fare që s'ka të drejtë. Ajo që më shqetëson është që ne si Shqipëri, Tirana, zyrtare, dje sot nesër do duhet të ketë një politikë të jashtme, mos jetë një burokraci e Bashkimit Evropian. Ne kemi përfunduar që ne jemi thjesht ca burokrat, që vinë ca burokrat nga Brukseli, takojnë me ca burokrat në Shqipëri, spontojnë ca kuadrate atje, dhe kjo është politika jashtme e Shqipërisë. Në këtë këndvështrim, këto që ndodhin janë produkte dhe i mungesës. Nuk është se jam kundër asaj që tha zoti ministër për rolin e Shqipërisë në periudha të caktuara, por në krahasim me atë që duhet të jetë është shumë i vogël dhe i pamjaftueshëm. Jo në kuptimin për të ndërhyrë në punë të brendshme, në Kosovë, në Preshevë, por për të bërë politikë kombëtare shqiptare. Çfarë është në interesin tonë? Është në interesin tonë kjo që ndodh sot në Maqedoni? Duhet të ketë 2-3 analiza që thonë deri këtu po këtu jo. Dhe ne nuk e shikojmë këtë lloj identiteti të politikës jashtme të Shqipërisë të materializohet në një farë mënyrë, në një farë forme. Dhe për batut shumë diplomatë të rinj, kur vinë ministrit e jashtme, mbas një javë thonë politika jashtme e Shqipërisë është integrimi bashkëpunimi rajonal dhe integrimi në Bashkimin Evropian. Kaq është politika jashtme e Shqipërisë. Ndërkohë që të dyja këto nuk janë politika të jashtme, këto janë objektiva të një politike të jashtme e cila bazohet në ca parime të tjera. E drejtë. Kjo meriton një emision vetë, ambasadora. Kemi në politikë të jashtme apo jo? Mu duk me vënd që ta përmendja Bashkimin Evropian si tokë fjalësh në gjithë të bisë.